Kardiologjia është degë mjekësisë e fokusuar në diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve që prekin zemrën dhe enët e gjakut. Doktor Florim Cuculi, kardiolog, thotë se kur bëhet fjalë për ecurinë ose zhvillimin e kardiologjisë në Kosovë, duhet të investohet shumë në cilësi, si dhe të hapen edhe disa qendra të reja për shërimin e sëmundjeve të zemrës, në mënyrë që shërbimi të jetë sa më afër pacientit. Unë mendoj se duhet të investohet në cilësi. Do më thonë, ne nuk duhet të vetë kënaqemi me faktin që trajtojmë infarkt. Sepse infarkti akut trajtohet edhe në Tanzani, edhe në Keni, edhe në Afrikën Jugore. Në të lutem, kjo nuk është më heroizëm i madh me trajtu infarktin akut në Prishtinë. Bile duhet të hapish edhe 1-2-3 qendra tjera, sepse pacienti prej një vendi si për shembull Gjakova apo prej një vendi si Gjilani i merr gjatë kohë të rrinë në Prishtinë. Është me të vërtetë vend i vogël, mi po distancat janë të mëdha edhe të larta. Dhe më thonë, aty duhet të mendohet që ta çosh bile më afër shërbimit të pacientët, edhe mos e centralizosh Prishtinën për gjithçka. Detyra e mjekut dhe sistemit shëndetësor është që t'ju ngjall pacientëve ndjenjën se sistemi shëndetësor në Kosovë është po aq i kujdesshëm sa në vende tjera, e madje edhe më i mirë, u shpreh kardiologu Cuculi. Se në rast se ti pacienti i ofron kvalitet mirë në Prishtinë, ai kur nuk niset për Beograd. Kur nuk niset për në Shkup. Mi po ai niset sepse dyshon që i ofrohet kvaliteti këtu. Tani ai dyshim mund të jetë ndonjëherë i bazuar, ndonjëherë i pa bazuar. Po është detyra e mjekëve, e detyra e sistemit shëndetësor këtu që t'u tregohet pacientëve që ne mundemi gati si maqedonasit apo si serbët, bile pse mos me u dhënë ndjenjë që mundem edhe më mirë se ata. Doktori Cuculi tha se ne duhet të mos vetë kënaqemi që ta mbajmë atë kurreshtjen për gjërat që nuk i bëjmë, edhe ndonjëherë ta kemi edhe kurajin të i bëjmë gjërat që nuk i bëjmë, sepse vetëm në këtë formë mund të rritemi profesionalisht. Unë do doja që çdo ditë emailin e im ta kesha plot me imazhe nga kolegë që i kanë dërguar që thonë Doktor Florim, si ta zgjidh me këtë rast, se kam dëshirë ta zgjidh, a mundemi disi të bëjmë për këtë rast, se kam frikë që pacienti më ikë në Shkup. Kurse unë këtë nuk e shoh. Se ne, në rast se një mjek kardiolog këtu kënaqet me atë që e quajmë me low hanging fruits, me ata fruta që janë shumë poshtë që mund t'i marrësh shumë lehtë, atëherë kur nuk do bëhet shumë i mirë. Mes tjerash, kardiologu Cuculi tha se gjithmonë duhet të luftojmë për cilësi dhe jo kuantitet, duke shtuar faktin që mjekët të mos shkojnë në vende të tjera për të shëruar raste, sepse rastet dhe patologjit i kanë para vetes.